Klevi, si të duk debati që është zhvillua lidhur me, por themi, afrimitetin e Selin me Mirit nga banorët e Big Brotherit? Më duk pak si shumë i egzageruar në anë e produksionit të thënë të drejtën. Dëgjuam shumë komente në anë e banorëve, Mali hodhi një koment shumë të rëndë. Selini ka bërë shumë mirë që u akrua dhe ju drejtuan atë dhe mënyre, por për pjesën që të dy kanë rënë dakord duke thënë që unë e përsëriti plot herë Selin këtë pjesë që unë Miri ka moshën e babait tim, ishte shumë cringe të thënë të drejtën, më duk pa lidhje fare ky koment anë e saj, ose komenti i Mirit në krau tjetër që unë e përkodhel si vajzën time. Ndërkohë që klipi na tregoi vërtet diçka tjetër, dhe jo vetëm klipi, sa unë i kam parë edhe vetë live në ato orët e vona, këto bisedat të zjarta, por jam A shumë kanë qenë okay biseda që mund të bëhen mes një, po themi, një babai dhe një vajze? Me që ata thanë Jo, që absolutisht jo. unë e konsideroj vajzë dhe ai tjetri e konsideroj baba, moshën e babait tim. Absolutisht jo, sepse mënyra e shikimit, mënyra e prekjes, mënyra e gjitha këtyre tregojnë në asnjë lloj mënyre nuk tregojnë këtë lloj pjese të jati me të bijen e tij. Përkundërzi unë shoh një burrë edhe një gocë të cilët përpiqen të bëjnë një grupim për të ecur me tej në lojën e tyre. Këtë po e shikojnë. Mbase ata nuk e shikojnë si një tip lidhje erotike, por e shohin si një strategji për të bashkuar së bashku për të ecur me tej deri në finale, siç kanë treguar të dy së bashku. Pikërisht, po megjithatë, po themi, janë të dukshme loja e tyre që hajde kryojmë afrimitet, se s'mund të kryosh afrimitet ti që në dytën e dytë ose të tretë, që ti akoma nuk e një tjetrin, që të fillosh me afrimitet që kapi flokun, rri në shtrat, bëj biseda të ndryshme të zjarre, dhe pastaj në prime ti të thuash që shikoj që ai ka moshën e babait tim dhe unë e konsideroj si vajzë. Pra, a duke që edhe nëse është loja e tyre është një lojë që gjithë po kuptohet, pra Pikërisht i doli bluff loja e tyre, të themi të drejtën. Janë nxori produksioni që Prime-in e dytë, janë nxori bluff përgatitjen dhe gjithë skenarin e tyre, kështu që banorët tashmë janë më të qartë përkundër drejt tyre, gjithashtu edhe publiku tani për ata që si ndjekin ato orët e vona, ka marrë një opinion krejt ndryshe, pothuajse. Por jam i bindur që këta të dy do vazhdojnë bashkë, kjo ishte edhe një përkrahje për këta, se morën vëmendjen që donin pak a shumë, tani ky diskutim do zgjasë deri në Prime-in e ardhshëm, besoj brenda në shtëpi. Por i vetmi që ka dalë i fituar në gjitha kjo bisedë ka qenë Kristi pak a shumë, sa i përket këtyre dyve, kurse në krau Ilir dhe Seno, me shumë të fituar kanë dalë dyshja e çunave, sesa dyshja e Mirit me Selinin. Klevi, si të duk, po themi, Prime i sotëm pjesë e parë, niveli debatit, po themi, dhe një stine që nuk e shohim që të ketë argument, që të flasë, pra duke sikur akoma nuk ka dalë në vetvete stine që tjetë një faktor kyç në shtëpi, pra duke si më njanuar më shumë. Pikërisht, stine në 2-3 herë që ju dha fjalia tani në debate sipër, më duk, du ta thosha në thonjza pak arrogancë, pak i pavetdijshëm se çfarë është duke thënë dhe duke bërë. Ai mbase në mendjen e tij mendon sikur del qartazi i bukur në ekran, por shumë sjellje minorenesh do ta thosha ndaj Stines. Por siç e thash dhe më parë, besoj se Stine do kohë akoma që të përshtatet në shtëpi. Sa i përket Ilirit lidhur me krevatet, mendonin që ishte një debat që duhej bërë dhe a ishte një debat me cilin Big Brother duhet ta kishte hapur Prime-in ditën e sotme? Pikërisht, kjo ishte tema më e dur për t'u hapur, sepse kështu mbyll Prime i fundit dhe kështu do hapesh pikërisht sepse ishte tema e parë që ndezi zjarret në shtëpi, siç dhe u diskutuan sot. Por besoj se më shumë vëmendje duhet i kishte dhënë temës të Ilirit edhe Senos dhe jo vetëm, për arsye sepse është vërtet, siç e mbështeten disa banorë briki domethënë, që i dha të drejtë,
është një moshë shumë e madhe, i cili e ka përsëritur plot herë për peshën e tij dhe nuk shtratet janë shumë të vegjël edhe nuk mund të bëjë një gjumë të përshtatshëm në të lloj situate. Kështu që duhet të jepesh pak më shumë vëmendje këtu, ti thuash dhe një bravo për gjithë të tre ditë që kanë ngel pa gjumë duke u zhvencuar në living room, por përkundërzi produksioni zgjodhi që të bëj si gjithmonë ato zgjedhjet e tija erotike edhe për të nxjerrë bllok strategji banore që të brenda. Atë e përshtypjen që në këtë Big Brother po themi gratë, vajzat janë më të forta se djemt. Nuk kam një përgjigje të saktë, por momentalisht, për aq sa kemi parë, unë i shoh të barabartë. Unë shoh një kriz që është shumë i fokusuar në lojë, ka treguar strategji që në fillim, pavarësisht se do t'i dalë që kundra opinionit që ka dhënë Almiri, nëse ja them saktë emrin, që i dha të drejtë Kristit sikur është me i fituari sepse ishte i parë matosur. Do doja t'i thoj Almirit që Kristi nuk ka qenë i parë matosur në këtë lloj opsioni, sepse arme Krist në këtë pjesë ka qenë fuqia që i dha produksioni për të bërë një zgjedhje të tillë në lojë. Kështu që Kristi, siç e thash, nuk është i fituar aq sa ai mendon në syrin e publikut. Gjithsesi, Kristi tregon një lojtar shumë të fortë dhe besoj se do vazhdoj të jetë kështu, por diku i del që ka ajo loja e skuthit, pak a shumë që ka së bashku me Angelon. E shikoni Selin një faktor të rëndësishëm në shtëpi? Momentalisht, po, edhe me te do ta shoh. Nëse vazhdon kjo loja midis Mirit edhe Selinit, do jetë një favor aty në shtëpi. Nëse kjo loja loja se tregon zgjersinë të saj që mos përdoret aq shumë prej Mirit, ajo mund të pikërisht jetë. pra, në një lojë dyshe mes Mirit dhe Selin, kush përfiton më shumë, Selin apo Miri? Momentalisht përfiton Miri. Sepse ai që le shumë është ai që humb shumë, ai që rrin qetësi dhe flet 2-3 herë, ai gjithmonë përfiton pak më shumë. Heshtja fiton gjithmonë, kur i thon. Pra, Miri po e përdor Selin si një ushtare që të bëj luftën e Mirit? Besoj se po. Sepse tregoj dhe mjaft bukur ose mund të ketë një pëlqim. Nuk kupton, mund të ketë një pëlqim midis tyre, por nuk ka se na e kanë treguar mjaft bukur se shikoj, gjithmonë syri i publikut kur shef çifte që krijon në fillim, gjithmonë i paragjykon. Siç kemi paragjykuar dhe vite më parë të tjerë çifte, por këto janë gjëra që i tregon ditë pas ditës banorët e të brenda që ata nëse kanë vërtet një pëlqim, ata rrallë parë duhet të bindin syrin e publikut që ata po krijojnë një lidhje. Tashmë ata po refuzojnë. Unë tani nuk mund t'i shoh me ata si një çift, përderisa ajo e ka thënë mbi 3-4 herë që Miri ka moshën e babait tim ose Miri ka thënë që unë e përkodel si vajzën time. Tani nëse këta krijojnë një çift, ta do dalin shumë bllok më tej. Klevisa, duket Selin që i ngjan pak Dea Michel, pra një personazh që po themi është ngacmuese, është kundër edhe publikut në një farë mënyre, ngacmon, i ka ngacmimet edhe ekstreme. I kanë, do thoshe që i ngjan, por nuk më pëlqen që t'i krahasoj banor me banor, por i ngjason pak loja e tyre, pavarësisht se Dea Michel ka qenë pak më i qetë në reagimet e saj, përkundrazi Selini që e pam sot për herë të parë ishte shumë tregoi shumë agresivitet, sidomos edhe kundrejt Legionit që e pam, kundrejt opinionistëve, gjithashtu dhe banorëve, do të thoshe që ngjason deri diku.